Përshëndetje gjithëve, jena këtu me video 3. Kjo video është inqizuar me datë 23 janar, edhe ka me dalë me 24 janar, e cila është ditëlindja ime. Edhe siç e keni pa nga titulli, vendosa të blej laptop. Edhe jo një laptop do si do. Një laptop goxhat shtrenjtë që do thoni Sony ti e budall se s'ka mundësi. Ama do ja shpjegoj edhe pse zgjodha këtë laptop. Kam nejt një 2 javë tu kërku se ç'a laptopi më mor. Edhe më në fund rash dakord te një, i cili ndodhet te kjo çanta këtu. Nuk kam bë unboxing se u bë 2 javë që e kam këtë laptop, nuk është se e mora sot. Po me që e bleva dhuratë vetes për ditëlindje, vendosa edhe video ta bëj për ditëlindje. Si fillim shkoj të tregoj laptopin për personat që s'është ju intereson fort pse i kam marrë, si i kam marrë. Për ata që thjesht duan me ditë se ç'a laptopi është, edhe masanej mund t'i tregoj pse, si e qysh tek. Okej, shkojmë. Kjo është rrudhos pak se e kam pas fut të çanta, kështu e kam pas heq. Shkojmë edhe heqim. Edhe siç mund ta shihni, ka një pamje goxhat bukur. Do thonë ju son, po ke gjithatë kompjuter. Ç'a duhet edhe laptopi? Arsyeja kryesore pse mora laptop është shkolla. Për ju që s'e dini, un kam një shkollë për IT, informatik domethënë, e cila është një nga arsyet pse po postojmë më rrallë. Kështu që shkolla na kërkoi me dorë mos me pasi laptop. Edhe unë kisha një, këtë Lenovo që u tregova te setup turi, i cili është i5, gjenerata 8, 8 GB RAM edhe 250 GB memorie. Plus ajo ime e preferuar te ky laptop që është edhe ekrani me touch. Ama sa do i mirë është, për IT nuk më kry punë. Kështu që vendosa që këtë laptop më alon motrës, e cila dha ajo është në universitet, jo Erlas, herë e vogël. Edhe sa ju desh një laptop, kështu që ky është goxha mirë për ta. Do thoni ju son, pa hëna tregu një ç'aspekt sa pas ka ky. Ky ka një nga procesorët më të mirë në botë, i7 gjenerata 13, numrin eksakt e keni këtu se si më me numra me shkronja. 24 GB RAM, ama mund ta hapësh e ti shtosh edhe më e ta bësh 32, 1 TB memorie që i bën 1000 GB, edhe gjëja kryesore që mund ta shihni te stikeri këtu. Ndryshe nga laptopi tjetër, ky është një laptop gaming, kështu që ka kartë grafike. Nëse ka edhe tjetër kartë grafike integruar, po ky ka 2 domethënë. Ka Intelit, plus ka dhe Nvidia GeForce RTX 5070. Laptopi ka kartë grafike më të mirë se kompjuteri im tash. Kompjuteri ka 4060 Ti, ndërsa laptopi 5070. Edhe thënë drejtën, karta grafike është ajo që mboni me zgjedh këtë laptop. Edhe përveç kartës grafike, RAM-i që ka ky laptop është DDR5, ndërsa në kompjuter kam DDR4. Ky laptop nga çdo gjë është më mirë se kompjuteri. Apo harrova më përmend ekranin. Normal që për një laptop gaming do jetë edhe ekrani gaming. Ekranin e ka 144 Hz. Webcamit thëm drejtën as nuk kam hyme pas se qa webcami ka, se s'kam e përdor ndonjëherë. S'dia ekziston një laptop që ka webcam të mirë. Gjithë laptopat kanë një webcam të lodh 5 eurove. Apo sa harrova më thonë emrin e modelin. Me që ky laptopi Lenovo ThinkPad më pëlqeu goxha, vendosa që edhe këtë ta marr Lenovo. Ama jo Lenovo e thjesht, po Lenovo nga departamenti Legion, që është departamenti gaming i Lenovos. Ky është Lenovo LOQ. Tash përveç shkollës, normal që ky të hyn punë edhe për gjëra të tjera. Duke qenë aq i fuqishëm, mund të editoj në të pa problemi si t'jem të kompjuteri im. U bë 2 vjet që gjitha videot mia janë 4K ose 2K ato gaming. E sa herë isha në Shqipëri e provosha të editosha në video 4K me këtë laptop, gati sa nuk i pushote shpirti. Që është e kuptueshme, nuk i vej fajt shkretit, për çfarë specifika shkaha goxha mirë ka bë, po këtis duhet i haja fare edhe pse video është 4K. Domethënë mund të editoj nga Shqipëria pa problemi. Diçka tjetër që është e mirë, si laptop gaming normal që është i mirë për gaming. Edhe siç mund të shihni lojrat që janë të GTA, Fortnite, FIFA, Dragon Ball, Rocket League. Kjo loja fund është Monopoly që luaj me shok, mos e vini re. Gjitha këto lojra mund të luaj me kushurit, shokët, ose edhe familjar të tjerë. Me një kabull HDMI në televizor edhe knaqesh. Ose të kesh një kompjuter gaming ose PlayStation 5 me vete kudo, që është ëndra e gati çdo quni. Ama si çdo gjë e mirë, ka edhe një anë të keqe. Laptopat gaming nuk njihen fare për bateri të mirë. Edhe me sa kam pa vetë është e vërtetë. E vetmja mënyrë që ti të arrish të kesh paktën 4 ose 5 orë bateri është nëse e çaktivizon fare Nvidian edhe përdor vetëm grafikat e Intelit. Po që mazane mund të përdor për Google, Microsoft Word, besoj për ndonjë gjë tjetër. Një arsye tjetër pse zgjodha këtë model është për portet, të cilat ndodhen nga mrapa edhe nuk kam me të penguar përdorim. Një laptop e mesaj që menova për ta ble, e kishte portet këtu anash edhe më duket si zgjedhje shumë idiote se pengo goxha. E përveç dhuratës që bona vetes për ditëlindje, edhe një kompani vendosi të mbojë dhuratë për ditëlindje, që është Arzopa, të cilët na kanë pasjellë edhe këtë ekranin këtu. Ky është një aksesor që përshtatet fiks me laptopin. Sapo ju tregova që kam bler një laptop, më thanë prit se kena edhe një dhuratë për ty pra. Shkojmë edhe hapim. Vetëm shifeni çfarë paketimi. Kjo është dhurata më romantike që më kanë bërë ndonjëherë. Okej. Shkojmë edhe hapim. Okej, diçka që ma prishi pak qefin, ma prishi pak edhe videon.
Arzopa më kanë sjell produktin e gabum, nuk më kanë sjell atë që më thanë që do sjellin. Ky është një ekran që duket si pikturë, mund vesh çdo gjë në ta. Është produkt goxha i mirë, po nuk është ajo që më ofruan edhe që më desh mua për këtë video. Besoj do i kontaktoj edhe do ma sjellin, po video do ketë dalë deri atëherë, kështu që nuk e di ku do ja u tregoj ata. Do bëj një video tjetër atë ja u tregoj pa merak. Por që supozoj të ishte një ekran i dytë për laptop 2K 180 Hz alamet ekrani, po s'kemi çaj bëjmë tersit. S'mund të ishte video 100% perfekte. Nuk po e vazhdoj unboxing e kësaj, sa të themi drejtë nuk është intereso kujt. Po s'pati lidhje me laptop, ka të tregoj. Të thoni, shkojmë ta testojmë njëherë laptopin gaming? Hajde ikim. Okej, ja ku jena këtu Goku kundër Xhirenit. Vetëm shifini grafikat. Man Bluetooth të lidh levën shumë lehtë. Po, qa super low, ja, dhe shifeni kualiteti e gjitha. Kjo është është, kjo, Edhe me 2 leva mund të lush me shokun, imagjinat, knaq. Shife, vetëm shifeni. Shkojmë edhe me transformim. Vetëm shifën, jo shok, që animacion është. Hame. Hungry. Kid bu. Shifeni. Okej, edhe karakteri i fundit që t'ju tregoj është Gohani. Hajde, dil nga uj, hajde. Okej, shife. Okej, edhe loja tjetër që kam me lujt në laptop, sidomos me nej shok, është FIFA normale. Hajde Mbappe. Opa, gol aty. Vini. Bellingham me hum Bellingham. Qa ka humë, vlla, qa kjo Bellingham pa? Ore Bellingham i ka humë 3 gola, që është të blokis, ma që trunit. Nejsa. Okej, tani t'ju them arsyen se pse e bleva këtë laptop. Pse zgjodha fix kët? Unë jam i tip që mbohen bajat gjonat shpejt. Telefoni që kam për momentin më shbo bajat, setupi që kam për momentin më shbo bajat, du me ndru, e tjerë. Një gjë tjetër që më ishte bë bajat ishte setupi i Erlës. Epse nuk ka shumë kohë që e kam bë atë setup, gjeta mundësinë edhe e shita. E shita për arsye se RAM-i, procesori dhe motherboardi ishin të vjetra edhe ju kishte kalu koha, kështu që sa më shumë e maja, aq më shumë i binte vlera. E i binte që dashisra për 2 lekë masanaj. Kështu që ashita njonit për çmim mirë, se prapë Erla nuk është ishte ta përdor setupin. Po që mos bën vllai pa drejt, me që lekë të setupit Erlës i futa te laptopi im, do i bëj një dhuratë edhe Erlës, kështu që bëjeni subscribe që mos ta humni atë video. Po tani kthehemi te arsyeja. Pse ja u thash gjithë këtë histori pa lidhje? Unë mundesha më bërë një laptop gaming pak më të vjetër, me më pak se gjysmë çmimi, që do më kryte punë. Ama kompjutrave dhe laptopave po ju bie çmimi shumë shpejt. Një laptop i lirë ka RAM-in DDR3, DDR4, ka një procesor gjeneratës 4, gjenerata 5, maksimumi gjenerata 8.
po që në botën e teknologjisë konsiderohen shumë të vjetra, ose edhe kartat grafike mundesh me gjetë një me RTX 2060, 2070. Ama ky ka DDR5-ën edhe RTX 5070-ën. I bie që ky edhe mas 2-3 vjeç, ky prap do ketë specifikat e fundit. Kështu që kur mos të mduhet më, do mune me e shit me një çmim të mirë. Kështu që harxova pak më shumë, ama mendova edhe pak për të ardhmen, që mos me e shit për 2 lekë mrapa. Një gjë që më çuditri për këtë laptop është që ka i7-ën e gjeneratës 13 edhe jo të 14-ën. Se kuptoj si mund të ketë kartën grafike të funit, ama procesorin e vitit kaluam. Me sa duket harxhon këtë buxhetin e laptopit në kartë grafike. Tastierën siç mund ta shihni e ka franceze, jo angleze, për shembull ajo edhe që ja ka ndru venet. M-ja nuk është me nën, por shknen anën tjetër. Për me ndruar ngjyrat e tastierës mjafton shtypësh F9 edhe space-in. Edhe rrin një ngjyrë, siç mund ta shihni aty thotë që ka 6 lloje ngjyrash. Në fakt e 6 është e fikme fare. Mu kjo me gjitha ngjyrat që ndryshojnë pëlqen më shumë. Touchpadin e ka goxha të madh, si laptopat modern. Edhe siç mund ta shihni këtu te F1, F2, F3 deri te F12, keni logo se ç'a mund bëjmë ato butona. Mjafton shtypësh F9 edhe SC-n, edhe i bie që është F9 lock. I bie që këto butona nuk janë më F1, F2, po janë për me ul zonin, me ngret zonin, me hap mikrofonin, me mbyll mikrofonin, me ul ndriqimin, me rrit ndriqimin e tjerë. Ja ku janë speksat e shkruajt me këto. Memoria, 8 GB ka kartë grafike, 24 GB RAM, edhe i7 13650 HX. Ja këtu dhe imri kartës grafike, Nvidia GeForce RTX 5070. Zdia kam harru na gjë për të thonë, me shumë mundësi po se sa herë postoj në video them mos, pas am harru me shtu këtë gjë, po që këtu jena, me më kujtu na gjë, video tjera bë. Sa të doni edhe ju video tjera. Unë ju falenderoj që e keni pa video deri në fund, mos harroni të bëni like edhe subscribe, edhe komentoni se sa vlerësoni këtë laptop. Edhe besoj si video e parë për 2026 në këtë kanal ishte video goxha e lezetshme, edhe pse e di që kanali është bë pak si tech channel, më shumë të pas video rreth teknologjisë, por që do mundom bëj video edhe për ju që nuk ju pëlqen shumë teknologjia, thjesht doni sfida e gjona. Edhe kjo ishte video e fundit me Elisonin 22 vjeçar, shiheni me videon tjetër me Elisonin 23 vjeçar. Mirupafshim.